15 vjet lider në arsim, 5 vjet eksperiencë digjitale. Flatrat e dijes gjithmonë një hap përpara të tjerëve. 15 vjet investime në infrastrukturë për të krijuar një mjedis mbështetës e frymëzues për nxënësit, duke fituar aftësitë të mësuarit përgjatë gjithë jetës. Flatrat e dijes i jep mundësi e besim kujdo të ecë në rrugën drejt realizimit të aspiratave e dëshirave personale. Flatrat e dijes, shkolla e parë digjitale ku mësuesit e kualifikuar prej 5 vitesh kanë përqafuar metodologjitë më të reja, duke i gërshetuar me teknologjitë e edukimit. Rezultatet e provimeve të maturës shtetërore i renditin flatrat nga viti në vit ndër të parat në rang kombëtar. Maturantët tanë fitojnë universitetet më prestigjioze në vend dhe jashti. Flatrat e dijes në 15 vjetorin e krijimit të saj krenohen me 44 trofe në olimpiadat mbar kombëtare e ndërkombëtare, 71 vende nderi në olimpiadat kombëtare, 251 vende nderi në shkallë lokale. Flatrat gjallërohen nga veprimtaritë e larmishme, duke promovuar vlerat më të mira të shoqërisë sonë, duke krijuar një vend ku jetohet së bashku. Flatrat e dijes punë e pasion për të ofruar një edukim modern, për të formuar jo vetëm nxënës të suksesshëm, por edhe individ të guximshëm, për të ndërmarrë mendje hapur e të gatshëm për çdo fazë të jetës. Pranë flatrave të dijes e akredituar si qendër provimesh çdo vit nga Cambridge, IC3, ECDL, certifikohen qindra kandidatë të gjuhës angleze dhe kompjuterit. Qindra të tjerë përgatiten si pianist, kitarist, violinist, fizharmonicist dhe balerin. Flatrat edhe si qendër komunitare e kapërcejnë territorin e shkollës. Festivali kopshteve dhe konkursi shkencor i iniciuar e organizuar çdo vit prej nesh ka bërë për vete fëmijë e nxënës të talentuar të rrethit. Flatrat e dijes nxjerr në fah talente, rrit breza që do të çojnë shoqërinë përpara. Ti ecën i sigurt me flatrat e dijes.